Qa simbolike ka një dy? Shqeqëria po hyn në një fazë me thënë spajtimi plot me rutinën me këto do patjetër një ndryshim. Dhe nëse kryeministri po me pasën e lodhjes, ka bështetës se ka se më mush më është të lodhët një presë që kjo mund të marrë akoma të nëshire akoma shumë njerëz nga gjithë të treva nga diaspora në mënyrë që të vijë realisht ndryshimi që pritet. Atë ju nga të parë të keni filluar kërkesën për ndryshim. S'kam një meri për ta, kjo është do të sa më e madhe tjetë vjetesh më madhe të rezistenca dhe tani ka arë pika për balës finale kur populli thotë stop ju si një gjelat qeverisë janë që tani do e marrë një dhe është kjo që pëndohë kjo sigurisht është mirë të mbyrë dhe kajsh në shkojnë do tutje sepse gjeni parasysh që shqiptarja është mbushur me konflikt kanë dhe problem dhe momenti që ne duam të ketë rend duam një kryeminist Atëre kemi zgjidhje formale të gjithë kësaj proteste të madhe. Ndërveç kryeministri ka kjo nuk ka përcjellur pozicion politik i Shqipërisë. Por Amadu japi një sens gjithë kësaj energjie dhe kjo energji do konsiderohet e shfryrë në racionale. Ka një ndryshim thelbësor dhe i ka hapur rrugën disa ndryshime të tjera. Ne mendojmë që gjëra mbyllen me ndërhyrjen e Ka një arsye sot për mos të protestuar shqiptarët. Një arsye për mos protestuar. Dhe mesazh për qytetarët, për ata që s'kan mundur të vinë sot shef. Shiko, kjo është protestë horizontale që njerëzit po kryesisht po incentivojnë, po bindin, po frymëzojnë njëri tjetrin. Dhe nuk para presi kështu që t'i frymëzojnë njëri nga lart si një autoritet mitologjik apo një autoritet politik apo një autoritet civil. Ata duan thjesht të jenë afër njëri tjetrit, solidar dhe të arrijnë atë qëllim përbashkët që ndërheqja kryeministrit. Pra një mospajtimi plot me gjën ekzistuese. Deri çfarë arrin qytetarët, pse nuk duan të largohen? Sepse duan ndryshim. Deri natën vonë. Deri 11-12. A mendon se do vi dita që nëse kryeministri si do ritin 3 kut natën ditën 24 orë? Mund të vijë çdo gjë, por të garantoj unë që për shkatëzimi si se kuptoj unë, për shkatëzimi nuk ka për të ardhur nga kryeministria, por ka për të ardhur nga mjedise tjera. Periferitë shoqërisë, aty ku janë konflikte dhe njerëzit e kuptojnë që tani ka ardhur momenti që mos kesh bindje më sepse është të dëmshme situatë. Nuk ka për të ndodhur mendoj ku Për rrjedhën, çfarë mendimi keni? Mali atje, muri atje është ngritur, është bërë me beton. Mendoj që siç mora vesh sot që kryetari i bashkisë pas ka pasuruar që flejtë mbështimit të dorë, mendoj që në rang kombëtar një nga vendimarrjet e para që do të bëni moratorium i plot dhe ndalimi çdo ndërtimi që është bërë në Shqipëri, sepse ne jemi të zhurmë në mafën e ndërtimit, në absolutisht